Kosovë. Prizren ke qenë më herët? Ju keni filluar tani ta vini re ardhin time kaq shpesh Kosovë, se Selini gjithmonë ka qenë kaq shpesh Kosovë. Ke qenë Prizren më herët, si më duket? Prizren po, kemi qenë patjetër, kemi bërë koncerte. Prizreni është vend fantastik, qytet shumë i bukur. Nuk po ju them si jeni, se dim që jeni shumë bukur, po ju them mos të marrim syesh. Po si vjosh si vjosh gojnë punë tjem, po një sukses i madh me albumin. Super, shumë faleminderit, po e kam pritë shumë mirë albumin, edhe sot e kena publiku një komiksun për një projekt, ka me publiku me datën 5, kena punu shumë mirë, kena po shumë një mërzar të shkurtën, edhe po besoj që ka me konë shumë sa një mirë për publikun, inshallah presin mirë, faleminderit. Selin vetën po besojmë që e ke marrur, je duke shijuar të gjitha atë, nëse të merituar, si je tani, si është Selini dhe ku mund ta shohim? Tani Selini është super, ka pushuar, ka marrë veten, kemi qenë me Gimba me pushime, e kemi shijuar. Normalisht projekte të reja ka plot, nuk është momenti për t'i ndarë akoma me publikun, po që po punojmë. Jemi bashkë sonte për Tajnën, na ka bërë Tajna bashkë, që nuk mund t'ju them cila është kënga juaj e preferuar e Tajnës. Si aj. Selin? Si aj. Okej, faleminderit shumë.